Një operacion antidrog i zhvilluar nga strukturat e policisë vendore në Shkodër çoi në prangosjen e 3 personave të dyshuar për përfshirje në shitjen e lëndë me narkotike dhe armbajtje pa leje në Prangaran, 36 vjeçari Zef Marashi, nipi i tij Mateo Marashi, si dhe një 17 vjeçar, të cilët dyshohet se vepronin në bashkëpunim me shpërndarjen e kanabisit në zona të ndryshme të qytetit. Sipas policisë, i mituri dhe Mateo Marashi u kapën në flagrant teksa lëviznin me motor me qëllim shpërndarjen e dozave të gatshme për shitje. Gjatë kontrollit fizik, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan sasi kanabisit të ndarë në 10 raporcione të përgatitura për tregtim. Hetimet vijuan me kontrollin e banesës së Mateo Marashit, ku ndodheshin edhe familjarët e tij. Aty u zbulua një tjetër sasi e konsiderueshme lëndësh narkotike ndarë në rreth 280 doza dhe paketuar me qese farmaceutike, si dhe 2 armë zjarri, një pushkë dhe një pistolet, së bashku me municionin luftarak dhe 4 telefona celular që dyshohet se përdoreshin për komunikime lidhur me aktivitetin e palishëm. Në lidhje me rastin, policia ka proceduar penalisht dhe vëllain 20 vjeçar të Mateo Marashit, ndërsa materialet hetimore janë referuar prokurisë pranë gjykatës së Shkodrës për veprimet mëtejshme ligjore.